Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se erdhët në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë që edhe sonte jeni pranë ekraneve dhe keni nda kohën me qenë bashkë me neve. Si zakonisht të ftuar në studio kemi të nderuarin profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, ju mund të bëni pyetje në 046 22 0022 duke telefonuar apo edhe pyetje të shkruara në po të njëjtin numër në Viber. Emisioni përveç që transmetohet prej Radio Televizionit Iliria, gjithashtu transmetohet edhe nga rrjeti social i Facebookut të profesorit të nderuar dhe nga kanali i YouTube-s. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Zoti ju shpërbleft e ju nderoft që dhe sonte si çdo të martë tjetër jeni bashkë me shikuesit e emisionit Ta njohim të vërtetën. Pa humbur kohë presim telefonuesin e parë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unë jam një motër e mashura jam pija mergatës, edhe besa me vetën hoxhën dhe namazët e shto që pi bojmë, apo dina, s'po dina me, apo ndëgjohëm. Shumë mirë po dëgjohesh, veç po presim me pa çka po din edhe çka s'po din. Po, motra jeme, unë që 23 vjetë që më po në haqë, edhe më më mëtuar dhe më minajt gati namazit, namazit në natës të këmë bluën korë, edhe këto po që dojen që huwa Allahu alladhi la ilaha hu alim gajt be veshadit e huwa Rahman e Rahim. Unë këj hoxha po të në janë në zbitër. Po sabale me lezu mas namazit. Unë hoxhi veta tha lezoje namaz me lezu. E këto, rëham për Allahit këmë mësu shumë ose më këti haqit, e s'kom ditë kur gja. E këmë ma librën e më dalë me qëtë një mihes, e këmë mësu të në ato për luktet e të avrikat e të këtë është të ba, për shajdi, së më jetë gjej kur gja. A më dhe që së në binë se e dhe shumë të kom mara. A dhe që së më hep gjej këmë jetë. Së më më nësi se i këmë nëzët e preshta dhe të gojt, edhe që kështë unë në atë në ka o që e falë edhe kështë edhe gërmusna, hem sejtë dhe hem këto ma poshtë, po, për ata. Edhe këto në sejtë e këna këto Allah makfirli ve rhamni ve dini ve apini ve rzokni, këto në sejtë atë në këtë ngrina. Dhe këto e bajhem sabah, këto në që bajt, edhe namaz natë e këto. E sënika si namaz, e të e si hoxën, edhe kena bo gabimi këne e konë të rria dhe shka, pëse në shtatë qata më abetin shumë. E zdim sa i kena bo, kur s'kënë ditë, asë këna pas hoxë, ka të në toni, në konë që në gollak, asë këna ditë po, televizori ako telefoni ako rretë. Mësi në arë që ka, e nësë këna ditë që ka shashtë. Dhe mas shumë t'i kom su, për shëfket të Allah, ja bo, drejti për dhe osë në sepatina, kejtë që i kom su, do i kom su për shëfketit. Allah e shërblet shumë e të mira. Përëndej shumë. Amin. Për kajtë cëllë ka të një? Kajtë je? Unë jam a që pive dhe glave se je marë, të martu me këto në veri vojë, sa ne kemi arë ko që 30 vjetë këna arë ko në Zvitër. Tamam. Mashallah. Zot ju rujtë. Që nësë të rjetë që më konë në haqë, me burim, bashkë burim ka dhe që 7 vjetë. Allah e pëshiroft. Qështë? Allah të shpërblef, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve, që kurse në këmë marë lidhën të jomë, sonë të sete. Elhamdulillah, ani për meritoj shumë namaznate më lutë edhe për neve, sante. Po, që shua, inshallah. Selam aleikum, Zot ju nderoft. Faleminderit shumë, Allah. Allah të rujtë të dashtë, e të pranëft haqën, i të rujtë të evladë, me familjen të ande. Burin që tha ka dek, Allah e pas më shiru, ja Rabbi, e të takoft me të në gjennet. E shëpë se motrat, edhe pse kanë bërë do vjetë, nuk për thëmë pleqni, po pse kanë bërë do vjetë, mujnë me mësu. Sa gru e meq me kja. Të dilësha me thmi, me hecë, me shetit, po në libren me veti, me mësu doftë. Shë kur do në zotë dhe jep hajrë. Kur do në zotë jep hajrën, kur vanë nuk është. Këna dha neve një, ta që ashtu një pasqyrë të gjendjes së shumë motrave
nanave tona më herët. Themi para luftës. Dëgjove, thot, sen s'kemi ditë. La ilaha illallah. E sa motra dhe sa nana më ka thonë mua njëjta fjalë, sen s'kemi ditë. O Zoti jam i madh. Sa gruaja e mirë, ka vdek, tu mos ditë që do të më ra Zotin sejdë. Sa nanat tona kanë vdek pa qit këtë ballë në sejdë kur. O Zoti jam i madh. Allah i falët ato. Për mos e di, ja Rabbi. E s'pëgëzë me thani dënoft. Ata që i kanë marrë në qafa të kra. Pës po du më lutë për keqë. E i kanë shfrytzuar për dynja, por se kanë mësu dinin. Farzët mos me i kry. Me këtan atje harame, si punë e penit. Penit, me gjitë penin ku që bardh, nanat tona muslimane, me na stërpik neve me ujë fëmijëve, për festën e shën gjergjët, që s'ka të bëjmë me islam kur gja. O Zoti jam. Qysh jetën njeriu pa namaz, qysh jetën njeriu me bidate, me shirkijate me. Shëqërej motër që Allahu ka bo me kanë gjallë deri në këtë kohë, me kuptu hakun, me mësu senet, me mësu fejnë, me shku në haqë, me mësu namazin, me ditë më falë, o Zot elhamdulillah, shumë të kanë dëru Zoti ty dhe shumë ato motra, dhe ata vllaznit të tjerë të cilve Allahu a ka hapë sytë. Ata një kështë bëhë se bepa ona teja, aja, api libert, api internetet, api... Aja nuk ka shumë më rëndësi. Më rëndësi është ti o dhëzu dhe shumë otra tjera në dhëzu. Elhamdulillah, Allah të farësof të ndinë se na freskove, na motivove, po, edhe pytin e pyti kje tha për punën e... Unë zate e kom të lëndu me tha po falna nuk po bit direkt në sejdë. Ani motër, s'ngarkan Allah për te mundësie, falesh në karrik, ose në kaoq, ose në ullë. Ka që motër, vazhdo me adhuru Zotin, me boj ibadet, sa ma shumë ibadet me ba. Ullën që ashtu fal na file, natën e ditën, ngre të spi, shumë. Thuj ka qenë herë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E pastaj përmen atje ajetet kuranore, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, huwa al-khaliqul. Ata jetet të cilat e kënojnë shumë në për Turqik në gjitha të ma sabahot, të këne i kënojnë ka njëherë, e pas ka thonë dikush me kënu në sabah, se i këni ma sabahit, po Koran jenë këtu. Të në jetë koranore, ndash kënej në çdo pjesë të Koranit, kem dhe të me kënu në namaz. Për shambull, të spidoven, në ngrem të spi. Themi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma fi aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. E them këtë sure, këtë fakt kjo është ajet i Koranit,
me ngritë të spi. Po nëse kënojmë namaz, në rregull jena. Kullu Allahu në themi për dhikr mas namazet, po thojnë namaz mas Fatihas në rregull jena. Edhe të këto ajete që se kemi otra, hu Allahu ladhi la ilaha illa hu, el Malik, el Quddus, el Selam, el Mumin, el Muhaymin, el Aziz, el Jabbar, el Mutakabbir. Subhanallah, ama e shirkun dhe vazhdojnë ajetet. Nëse dim përmenë, shumë dashkën e namaz, herë, pa dhe pas namazin sabah, në rregull është. Po. Presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urdhëni. Mirë se ju gjeta, përshëndetje për ju dhe për Hoxhën. E kam dy pyetje në fakt për Hoxhën. E para është suret, a mund të, siç e themi na, si të recitojmë namaz, apo duhet patjetër të këndojmë siç këndohet Kurani tamam. Edhe herë? Se jo të gjithëve Allah na ka dhënë në dhuntin për me pas me za për me i këndu. Edhe rënë e qështa, Alijo? Suret, Po. suret e Kuranit gjatë namazit, a duhet të recitojmë, e kuptova. të recitojmë apo duhet të këndojmë? Tamam. Edhe e dyta si ndohet pasunia shembull mes dy parë fëmijëve. Pëzon me një grua është një fëmijë e me tjetrën grua janë 3 fëmijë pëzon. A dohet e barabart apo si? Edhe e treta është para disa muajve më ka vdek Agja, jam kanë shumë e lidhur me ta, muna me thonë që e kum pasën si gjysën e babës tamë. Nuk u kam muna mazli, e kësha dashur që ta kësha bo një lutje për shpirtin e tina. Ka qenë besimtar, po jo praktikues. Tash? Kur e kujtaj, dyqysh mërzitna për ta shumë. Shumë mërzitna, ku ndoshta shumë, ta mas kur babën tamë, s'ku lita babës tamë. Lutja është vetëm ta bësh një lutje për shpirtin e tina. Këto ishin dy pyetjet e mia dhe kjo kërkesa për lutje për shpirtin e tij. Jo se kuptova është në fund. S'po ndëgjohesh shumë mirë, shumë Në fund që tha në fund, më luta mos më lut. Jo, thash, a kishe pas mundësi ti me ba një dua për shpirtin e tina? Se ti pëtu... Se jemi imam, nështë mund të them ma ofër Zotit se në tjerë. Oj, motër. E inshallah lutja jote pranohet, Hoxhë, më dhimet shumë se ka qenë shumë njeri mirë, kur nuk ja di një fjalë të keqe. E kum dash namaz si kur babën tamë. E kur e menoj që ka shku pa namaz, mërzitna shumë për ta. Apo dëgjona? Po, qartë, po. Zotin ajo Këto ishin për mua. Amin, Allah ju shpërbleft, Hoxhë. Allahu të rëjpë, halim selam. Se më përrepejteje, Allah të shpërbleft me xhenet, ty e gjithë besimtar musliman. Amin, inshallah. Zoti ju nderoj, faleminderit për pyetjen. Selam aleikum. Oj, motër. Ty trujt Zoti i madh, sepse të pakta janë sa ato bija të cilat i dojnë atë gjallartë, që shë dënë kjo, që ka dorë. Pasha Zotit pakta janë. Andaj ty i madhe Zot trujt të dasht, e të dasht mira në dynja të në ahiret. I ke gjenit e mira i bi, ke gjenit e mira të shëndosha, edukatën e mirë të shëndosh, edhe nga nana dhe nga baba. Pa them nga nana, sepse nanat i prishin fëmijët, në rast të dërmuse. Në veçanti kur është në pyetje lidhja para fesnore me migjallar, nana e prish. Nana e prish. Sa mas pare prish babe pe vëllat vet, tani prish fëmijën pe migjallarve, nana. Të mënu me zërpue, të mënu me bëmret. Allah na drejtoft. E kur një bi është e lidhë me agjën e vetë, jep e kuptu se nana është e mirë. Sepse fëmija mas pare mërë pe nanës, tani pe babës. E kjo është i mirë, me dasht migjen shumë, me dasht dajen, me dasht halën, me dasht tezën. Dharat e madhe Zotit janë ke lidhe fare fesnore. Dharat e madhe Allah. La ilaha illallah.
Por dynja e ka kaplu njerëzit dhe ka humbë ekuilibri, jenë përzi, ka përzi synimet e qëllimet e përndryshe. Lidhja profesionore është shumë e shejtë e Zoti. Por në anën tjetër, oj motër. Oj motër. Pse robi s'fal namaz? Pse robi s'fal namaz? Pse robi nuk nalet me qitë gishtin në kryt e vetë, kokën e vetë? E me mendu, qoftë kora vetën, qoftë kora është me dikend. Me meditu rrëth kësaj jete. S'ka kur që. Shkan kja, shkan. Ndet me dek. Nuk shkohet të Zoti që është dush ti dhe me qka të dush ti. Oj, ju njerëz. Të Zoti shkohet që është dënë Zoti dhe me qka të dënë Zoti. Nëse dënë me dalë Zotit me ftyrë të barë për para. Andaj pët interesau me herëto Zoti jam. Unë jam nisë për të te, funda s'kam ka jamaj. Ne vështyt kemë Zotë. Ma djetë ti kanë marrë dhe ata që të më hojnë ty. O Zoti jam. Qa kërkohet për meje? Qka lypet për meje? E që mu e bëj? Që kam takat me ba? Allahot t'i lyp shumë gjanat vogla, të pakta, të lehta, të thjeshta, mja kushtu Allahot. Të lyp rana dite, ka 5 minuta, në 5 kohë, 25-30 minuta. Për Allah. Ta lyp Ramazanin mu në vetë një herë. E ta lyp zeqatin, ta lyp haqin. 23 orë 30 minuta nga për dënja, qka që dërmoj për dënja. 2 në rime maj, 2 puna pënoj, shala ngihesh. O robi Zotit, o robi Zotit, kujtoj e varën la ilahe illallah, kujtoj e varën, kujtoj e varën kur ta lidhin gojën e dorë të sytim shelin. E gjojnë dhe si për bëmme. Dhe men zespresin se për ati parit më ramin, të lojnë vetë shkojnë. O, Zoti. E se kurse varri, thët, o robit. O, robi Zotit. Ku i ki grun e ku i ki thmin? Ku i ki mitësin e ku i ki pasurin? Ku metën? Iken, t'lan vetë, dhe ja ku jesët. Po dhe se kur t'këshin najt me ty, sen nuk t'këshin dim. Asë gjë. Zoti jam, sa njeriu qohet me nxez për i shtratit, me mira ere ka bli. Me mira era. Ka dhomë 10.000, 20.000 dolara, franga era. Ku të tjertë e ndrojnë veç me pa, ama në mbrëmje shtrati tina është varri, bolesa tina është dheu. Mrana natën drej shtratin. La ilahe illallah.
Sa e motë njerëzit nuk mendojnë që kanë me vdek. O, Zot më shëroj këta musliman që vdesin me iman, ja Rabbi. Allah më shëroft atë migjen tanë, e tanë muslimant. Oj, motër, ju mendojnë se unë jem afër Allahut, por unë mendoj të kundërtën se ju jeni më afër Allahut. Allahu e më shëroft atë migjë tanë e tanë muslimant, ja Rabbi. E ty të rujtë të forcoft. Si ndohet sa dhe pasuria mes Po, fëmijëve? Po se na emocioni motra me këtë rast, me këtë veprim të sajna, shumë njerëzor dhe shumë islam. Nëse një njeri ka 2 gra, dhe me të dyja ka fëmijë, pasuria do të më donë në mënyrë proporcionale njëjtë. Nuk ka hise më shumë njëra gru se sa tjetra. Nuk kanë hise më shumë njëra pale fëmijë më shumë se pala tjetër. Sepse e ka një babë. Dhe jeni njëjtë, në rangin të njëjtë. Kjo është vajzë e këtij babe, por me këtë nanë, kjo është vajzë e njëjtit babë, por me këtë nanë. Tani këta me zvete, tani, kur ta trashëgojnë pasionita, këta kur ta trashëgojnë, tani këta dallojnë. Këtu po, nëse një njeri ka vllazën, ka nana, ka baba, dhe ka vllazën motra, pe nana se përveç pe babe. Ama, kur janë pe një babe, por 2 par fëmijë njëjtë, nuk dallojnë asgjë. Dëgjusja pyetje ta nëse me një gru janë 2 Po fëmijë, mirë, e gruan tjetër janë 3. po ta më kryesore ka fëmija ja. Aja ka fëmijë, ka fëmijë. E pastaj, a është vajzë, a djalë, e në 2, e në 3 shkon, po pra, thot një proporcionale. Ama nuk mund të themi se është e madhja, se ju kanë rritë fëmija sajna, tani ka marrë të mas 20 vjetë, e tani kjo, jo, s'kem të drejtë nështë. Përderisa kjo është gruetina dhe ka fëmijë, kjo është grueti dhe ka fëmijë, janë të njëjta në trashëgimi. Po. E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se ardhët. Urdhëni. E kam një pyetje, jetoj jashtë në Austri, edhe pyetja ime është se po du me hi me punu në Qerdhe si asistente edukatorës dhe këto vendet jashtë janë si program me knu kam krishtlindjes ose me ndreq të një babadimin ose diçka. Dhe pyetja ime është se sa halal është kjo. Mendimi im është me hi, ndoshta muj me ndryshu diçka për të ardhmen, se ka shumë fëmijë musliman, jetojnë këtu shumë shqiptar, edhe për momentin nuk ka tjetër mundësi, nuk ka dhe një qedhe që nuk ka që s'praktikon që si programe. E kuptosh. Dhe pyetja ime e dytë është se a ka hoxha të një këshill se te familja ime nuk e praktikojnë shumë fejen dhe kam qef për mos m'ja dhënë dorën burrave të huj, po baba jam ka thonë nëse një pi dikujna që s'ja ke dhënë dorën, shembull kushërinëve ose çështo, nuk të pranoj më shpe. Dhe ndoshta ka hoxha një këshill se qysh mujt më me qitë në praktik këtë. Se po më lëndon shumë kjo. Grep është kalën, inshallah. Allah e trujtë e motër. Faleminderit Zoti ju rujt. Dhe ndoshta për punën, se çfarë punë ndoshta është për neve halal, se e di që në kohën e sotit është pak vështirë për një femër me gjetë një punë që është ndoshta pak ma halal. Zoti lehtësoftë, faleminderit për pyetjen. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Allah që përbleft. Sa për këtë pyetjes të parë, të Qerdhe për këta mesele punën. Për çdo që arsye që të cekë punën mesele. Sepse tjerat janë të përshtatshme me natyrën e femrës, të përshtatshme për një muslimane, atë janë fëmijë të vogël,
Nuk ke çka ruash për tyne, nuk thmijën ata. Tjetër me punu me burra, me mashkuj të rritun. Kështu që ka shumë pozitive atë me fëmijë me punu. Por janë disa pengesat që mund të jenë të shqetësiki motra. Ato janë një ditë 2-3, njëherë 2-3, kur vinë koha e festave. Ato tani gjindeshte si mbas rrethonave, mundohesh më gjindë si mbas rrethonave, por unë mendoj që punën më sele për që të shkak. Fattakullah mastatatum, që të në Zotë sa të mundeni, ta zgjedh, të bënd të përqarën Zoti, kur vjen ajo kohë. Pastaj se ke besa të ka fëmijë begi shumë të muslimanëve, dohet të më kujdes, me i pas parasysh edhe ata, dikush ma mirë është një femër muslimane më kujdes për fëmijët e tanë, se sa më kujdes dikush që ndër sjellët apo ndoshta edhe ja i heshan do një fe tjetër unë a Zot, e ta ne bëhet shumë keq, kështu që atë inshallah nuk prish po me punu, mendimi ja, nëse veç do në punu dikona për shesë është shumë rëndësishme punu diko. E që është ja e dorës, të pëthë po më lëndon shumë, është mirë që të lëndon kja që është mirë. është mirë, femra muslim të manë, kur e lëndojnë disa veprime, po edhe mashkullin kur lëndojnë disa veprime që detyrohet me bë, apo nuk është endje një gjendje më pëzullu, më distancu për ati veprimit. Kjo është alamet i imanit. Kjo është alamet i imanit. Se për shembull një motër e cila non-stop e kritikan vetveten e vet. Do të pse nëse mblova? E kur do më mbluan? Sa në flas tjera o japi ders këshilla kurse për vete se më kërkont. O Zoti ja. Ose ka pengesat më dhanë, familje për më mbulu, e që më dhanë dorë dhe mbulu ndallimet më dhanë me zveti. Dhe shkreta s'ka takat është të dëptës, dhe të Zoti ja. Deri kur unë du me vetë burën e babën e nanën e tjerë për mbulesa, për farzët Zotit, dhe të fillon me qërtu vetë vetën, pra e orrejni veprim të tillë. Edhe të punë e dorës është mirë kër e orrejnë, por mundohoj motër të sa të mundesh, dal nga dalë, e kupton baba, kuptojnë të tjerë, mos shkon në mënyrë të shpejt, premt, fikse, për njëhershme, sepse bjen sy shumë, sepse kritikat mund të me qenë shumë të randa, të shpejta, dhe ndoshta edhe me pasoja. Një me qëtë për shpisë, ose të e bosh të lashe, ku ta diune. Por, pe vrejt baba. Flet ka nërë pes lartet, në distance, kishe për kam dë pjata ndore, kishe dë bardaka ndore, kishe diçka, kishe... Dal nga dal, pe vrejt, pe deklaru, a mësohen sytë e njerëzve. Po. Shkojme një blok të shkurt marketingut e rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me të nderuarin Dr. Shevqet Krasniqi. Emisionin mund ta ndiqni edhe nga rrjetet sociale të profesorit në Facebook, gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s. Numri i telefonit është i shfaqur në ekran 046 220022, ku mund të bëni pyetje, po edhe të shkruani pyetjet tuaja. E presim telefonatën që është në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urnani. Dishta me pytë hoxhen lidhur për kurban. Na jem 3 antarë që jemi në rrugë, edhe po dujna me pri një kurban, dele. A bën nëse shtojmë 3 pore, apo si të veprojmë? Edhe njëherë, jemi 3 antarë qka? Që jemi në rrugë. Në rrugë?
Jo, me pop. Në rrugë, ha. Se rrugë të nglloj Po thash. deruna zot çfarë në rrugë, thash në rrugë. Me njëherë të menu qysh me Po, gjitha po. i zgjidhja. Po? Është bobi, unë edhe vllau, e po duja me plej një kurban. E kena bo, kështu kena full, mi bo porët bashkë, për me plej kurban dele, a lejohet. Se vesh një person, për shembull bobi, me shpenzime mujore nuk mënet, apo si të veprojmë. A është e qartë? E qartë është e muslimane, e qartë është. Edhe pyetja tjetër është, unë në sejdë bim mas pari lëshoj durt. Ndërsa në një video tonën të shkurt e kum po me gjojnë. Qysh Edhe me herë? vepru pas. Edhe herë? Unë në sejdë, kur të bi, Po. i Tamam. lëshoj durt. një herë. Tamam. Po. E si të veproj. Tamam. Selam Allah aleikum. aleikum selam. Zotit rujt, selam Aleikum aleikum. selam. Ata që ka veprën të nësisht është si mbas Imam Shafiut. Por ajet që ka veprën është si mbas shumicës e ulemave dhe është hak, është me e drejtë. Po. Me gjoj me ra. Pastaj me dur. Pastaj më që me dur, pastaj më që me gjoj. Po edhe e tjetër është variant. S'ka dërë, transmitim. Për kjo është me fort, inshallah. E për kurban e motër, të bëhemi të sinqert. Sa është një kurban? 150 euro, 70, apo? Ha? 180 euro? Po në vendet Afrikës po shohim shumë reklama që edhe me 100 euro. Me 100 euro, mirë. Ti rrogë 100 euro nuk e ki. Nëse keni 3 rroga dhe i mërni 1.200 euro, nashta i marrë 1.200 euro, 3 veta. Se s'po muj me besu që kanë rroga 200 euro të tretë. Po ka 20 euro u jenë dërune, mi ndati në vetë, në muajt, ka 20 euro. Ka 20 euro, herë dhe të muaj bojnë 200 euro. Pa nisa ka se vabë kërbani, oj motër. Edhe po mos tjetë vajgjib. Edhe po tjetë sënët mu ekked, si mbase Bujsufit e Muhammedit e Malikut e Shafi dhe Ahmedit, është sënët mu ekked. Sënët i fort, shumë i fort. Si mbase Abu Hanifës, është vajgjib. Ibn Taymija e përzgjedh mendimin e Abu Hanifës, atë vajgjib është. Për ata që ka mundësi, mirë, njëri pak me kursy. Që për haq, që është farz, s'mun është pak me kursy. Sepse nuk është punë pak aje me pak. Por kurbani, të kurbani, njerëz bëni social, me konë pak të kujdes shumë. Të ndo ka 5 euro, ka 7 euro, ka 8 euro, ka 10 euro, arrin me i bëhe një kurban, pare për një kurban. Apo nga atë me bëhe një kurban. Sepse do të me marë pjesë, nuk jetë adhurim i badet madhë me të cilin Allahu neve në ka legjitimuar me frutë e Zoti. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ende para se me ra gjakun tokë, më rritë se vapit të Zotit. A vetë shtaza është tokë. Dhe ka thonë, kurbani, në ditë kiametit vjen me thundrat e tije, me brit e tije, me ditë kiametit. Dëshmon për robin që ka dërë gjak për Zotin. Dhe sakime ka kurbanit falen gjënahe. Dhe mërësan se vapën thirë kurban, la ilaha illa Allah, shumë e vogël, shpenzim e vogël, se vapi shumë i madhë. E qysh me lanë pa thirë kurbana, kër se vapi ka që madhë. Një drejk, mu bë 4-5 antarë, me dalë dikun, në një restoran, sëtë, shto restoran që po dalin, sëtë na për natyrë, dikun që po dalin, prej Ngilan atje, dhe këtiri mi tërvizë kushtovë atje, deri, që që atje dikun, na për, të kufini kukës të pjehërem ati në parkatun të ati shkeshin me pra që ka pasë shkeshin. Ku do të qoftë në për Kosovë, 5-6 vetë, e hargjan 150 euro.
në kurban. Andaj, do të me përgatit robi më lodh pak se vjen koha e kurbanit. Ruj do pare që aty. Kursej do pare që aty. Në mënyrë që kur vjen kurbani, me kanë hisenik pjesëmarrës në derdhjen e gjakut për ngritjen e fjalës së Allahut Azza wa Jall. Sepse Allah ka thënë fasalli li rabbike, falë për Zotin, wanhar, thar kurban. Ai bekuar ka thirr kurban me dorë të vet. Tani unë po më thon ty që ti ju 3 paçare. Kushte normale do të tret. Kushte normal do të tret me prej kurban. Por nëse keni shpenzimet më dhaje, dikush ka smundje, dikush ka qerat, dikush ka në shkollë atje ku ta diu në harxhime, shpenzime, dhe s'nime nuk arrin, mirë prejnë një, prejnë 2. E tani në njetë mrena, futet të tjertë. Sepse ta s'patën mundësi me prej. Nërsa ka kanë mundësi me prej, nëse futet një kurban. Nëse baba, djali, tjetëri djali, tjetëra vaj, 3-4 vetë, ka 3-4 rroga, nuk për futin një kurbanune, po për futin 3 hise, e tani të tjert, fëmijën e vegjële, nëse na 3 janë të martuar, pishtina mbrana që aty. Ama këta 3 janë, 3 të prejnë ka një kurban, 3 kurban. Ose nëse hinë hisen e kënë një kurban për 7 veta, i marrin 3 hise. Por mëse më mënyrë obligative të këte. Tamam. Profesor, është një pyetje tjetër që ka të bëjë me kurbanin, thotë a duhet paraprakisht me plotësuar ndonjë kusht për thirrjen e kurbanit, thotë se dikush më ka thënë mos me i pre një javë përpara. Ai është sunet. Ai është sunet mustahab e lavdruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men arada an yudhi fala ya'khudh min sha'rihi wa dhafrihi shay'an hatta yudhi." Ai i cili do e bën jetë vendos me thirr kurban, mos të merr asgjë. Edhe dakhal al-ashr, se lash manga hadithin. Mos merr asgjë. Për flokëve tina, as thejve tina, për qimeve tina, as thejve ti, kur të hinë edhe dakhal al-ashr, kur hinë dhe ditë dhul hijjës, për hanës të re, deri ta thirr kurbanin. Prej hanës të re, kur fillon hanë e re, është fillon nata dita dhul hijjës, nata tani dita, deri në thirrët kurbani. Është sunnet, ju vajib. Mos me prej thojt, mos taqet, mjekrën, flakt, asgjë për trupit mos me marr, po. E presim telefonatën. Selam aleikum. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Deshta mja po një pyetje hoxhës. Po. Unë jetoj jashtë vendit edhe kur shkoj në Kosovë gjithmonë kam qef me marrë familjen për naj drekë, darkë ose për naj kofe. Mirë po prindi jam fatkeqësisht gjithmonë porosit diçka prej alkoolit. Edhe tani po më do të në fund me pagu, me ba mos me pagu edhe tina, ai po bëhet nervoz. I ashpër, nuk po di që me ba në qëtë rast. Ose për shembull kam qef edhe fëmijëve të vllavit m'ju blejnë ai sana diçka i gjithë ma ban. E pse edhe babës nuk ja ke marrë një birë të ftëftë, e din që unë i kam marak. E jam pak në dertë, nuk po di që m'ja ba me qëtë punë. Allah e trujt. Faleminderit, shumë natë. Selam aleikum. Babën ta drejtohet Zoti, i mbotër. Allah ta drejtohet se kënd tokë të bukës nuk ka kaj. Kënd tokë të bukës nuk ka kaj. Zoti drejtohet. Babës me thonë, o babë, vallahi nuk të blej birë. Sot është 700 vjetë me pas ymer qika jote, birë nuk të blenë. Kur përijet, edhe në goti bijen tana që dënë mas shumë të në dynjat, leke që kretë këtë haram, leo babë se kime vdek, nuk ka san pejsojnë. Ta që ka bëzote haram, ajo është haram, ajo është në dytë. Nuk e afrohet muslimani nga të, nuk e qëta në stavëllin, as sytë zë mja pa. As sytë nuk dhe mja pa. Jo, më të jo. Babas bira ftafta nuk e shprejhemi ble.
Edhe kur vesh kësaj radhe në Kosovë, mos del me ta heq. Por, thënja parasitin i drejt të shtëpia. Parasit jam shpeq, aty ku është baba. Ama, jo atje. Kur t'ja parasit pije halal, e mos parasit pije haram. Ja. Tani baba në shpes ka që ka lypaj. Ai vetë parasit. Ti thë përmone sa t'ja bini drejt të shpia, në dark, ju këmën që ja pru. Ai ba ki thë tani mu mësë më harësane, ti kur që mësë falë. Ose thuj ty, ben të ableva në të se bona. Ose kur thot mëse pse bie s'ma bleva një, po babë të edin që s'blej. Jo ty, be babë, sepse se më thonë, beja, desho, deshti në rrugë para njerëzve, si për raki, si ble rakin të onë njëjtë. Atë ngej më thonë muaj, desho, ose bëne një veprim tullët, që ka dhe qoftë, nuk e bëje babë. Nuk e bëje ne, veshën mineq, jo babë, nuk veshën mineq që ne. Jo, baba, më nështë nuk vesh, për të bia me unë për të të baba, Allah, i thuj që ka dush, e sa dush, se bia jote nuk veshet mineq. A i thu baba që shto? Po mërë që si thu? Edhe për birë thuj, Allah, baba, bia jote, birë nuk pagun, se Zote ka bo haram. E nuk du në me parët mija më ngarku ti, më ngarku unë edhe vetë. E me prish këti heshit, me gjlisit, e këtë sadaka, që ma ka mundësu Zoti mu me lekët e mi, parët e mija, me ju ndëru, me bo një nërë, në bes një nërë, me bo babës, e nanës, e familjes, me parët mija, të burrit teme. E harama, jo, pasha Zotin, ja. Allah i trujtë e motër, ta Zotat babë, ta drejtojtë. Po. Presim telefonatën, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urnëni. Mirë se u gjeta, ju përshëndes, me selam aleikum profën edhe ty motër. Aleikum selam, edhe na juve gjithashtu. Nja 2 pyetje kam për profën. Po. Pyetja e parë është për akik. Për djalë, e di që shkojnë 2, por shembull me apre 2 kurbana, e akikën me a bo pak ma vonë, nuk e di ja bon, që ata po du me vetë profën. Qaj vjen kja 2 kurbana me apre, e akikën ma vonë. Qysh për me ndonë të, sfega ma? Po dhe që ata dhe po du me kom pak me akjarë, që s'po di dhe vetë. Po pres me një nip e faqë Zoti. Një nip? Po, tashti inshallah me lena Allah 60 muj, kur të ka bo Allah i kismet. E ne i kena marrë 2 kurbana për djallë. Po, i keni marrë? Po, i kena marrë, i kena ble se mazi e morëm më për Bajram, i morëm edhe ata 2, apo ka 6 njoni, 6 muj e gjys, njoni 6 muj. Edhe i mani që ato e runit, e të rriten, deri të lindë. Apo? Po tash 60 muj inshallah me lena Zotit. E tash ti, a është, më thonë, si t'ja prejnë 2 kurbanat me a bo për një hera kikën, apo qysho kjo? Ha, tamo, e qartë. S'po t'ja jam e kjartë. E qartë po. E tash tjetërën, e një van radio pendim. So në zakonisht e lëshaj, me ta të nditën jam të nguqishtë. E niva që tha Sulejmoni radiallahu anhu, pas ka thonë sefte i pari, bismillah. Edhe që shokon tema nuk i di, për vërë që aty e ndiva. Po? E s'po di tash atë. Qa për lidhet kjo me këta? A? Pyetje e dytë. Pyetja e dytë? Po, kjo pyetja e dytë është. E bash po du me ditë pak ma mirë, a është kjo i pari që ka thonë bismillah? Apo s'pe di se që ashtu të ndiva? E qartë. Faleminderit për pyetjet, natën e mirë. Tamam. Selam aleikum. Unë të kurbanët e motra, me aprej kurbanët, tani akiken. Po më duket nuk e ka bashkë qartë kjo. Unë në kuptova, mos përdojnë me prej kurbanat, e akik me një takim, një mbledhi me bo ma vonë. E qa, i këni marë kurbanat motër, nuk bën me prej kurbanat me njetë të akikes palin fëmiju.
Kështu që jo, ata kurbana i mani të dytë, derisa të lindë gruaja. Kur ta lind gruaja djalin, nëse o djalë, atëherë në ditën e 7, ose të 14, ose të 21, ose të 28, dhe kështu me radhë çdo 7 ditë, ja preni 2 kurbanat për një herë. Nuk është kusht paqare në çdo të 7 ditë, po është sunet. Për nyshe bën edhe mas 3 dite, bën edhe mas 10 dite, bën edhe mas 3 javë, bën edhe 16, 26, bën. Sepse kanë dhe nuk për 7 ty e 7, 14, 21 kështu me radhë. Ja prejnë të dytë. Kjo është akik. Thirrja e kurbanit është akik. Mase të lind djali. Tani, që me ba sa akike, respektive që me ba ati mishi, atë mish ndash me hangër e han. E han krejt, e shkep krejt, e han një pjesë, e shkep një pjesë, ba që ka dush. Ata. Ndërsa me prej tani, kurbani para se me lind, e masani me ba akike, s'përputhet kërkon. Çështja tjetër për punë bismillah që e ke ngutin në atje dikush që ka folë ndë një hoxhë. Hoxha e ka shpjeguar ajetin koranor, innehu min Sulejmani wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Sulejmani alayhi salam, kur ja dërgoi letrën që ka në surët e Naml, Belkisës, asaj mbretëreshe, të popullit Seba në Yemen. E dërgoi në letrën e përmjet Pubzes. Dhe shënaja të Bismillahirrahmanirrahim. Tanë mbretëresha Belkis kërë hapi letrën, i mbledhi parinë e pallatit, parinë e shtetit vetë në pallat, dhe i tha, o ju njerëz, mua me ka një letër interesante, në një mënyrë interesante nga një njeri shumë interesante, me përmbajtje shumë interesante. Dhe tha, ke letër është ja vlezaj, që ka cik Allah në Koran, innehu min Sulejmane, o innehu bismillahirrahmanirrahim. Ke letër është për Sulejmanit, dhe shëllu me bismillahirrahmanirrahim. Këta kemi cekur, kemi funa për këtë ngjarje, këtë tregim në koment të këtyra jetëve dhe është botuar libri surat e Naml, kaptina Naml. Që është për kaptinave shumë interesante, shumë interesante. Që flet për madhështinë të madhe të Zot. Se para Pubzes është tregimi i bëbërrecit të Melingonës, dhe se ka folë Melingona, dhe kanë dëgju Sulejmani, dhe ka marrë vesh. Tanë është tregimi i Pubzes. E që këtu nëzirën shumë sene, se insektet, bota shtazore, shpenst, peshqet ndeti, e kanë gjuhën e komunikimit me zvete. Por ne se kuptojmë. E Allahu i cilin dëgjon çdo gjë, dhe din çdo gjë, dhe ja mundson çdo kujt atë që don. Aja ka mundsu po bërres Melingonës. Ju fol Melingonave tjera. Dhe Allahu tha, për po bërresin tha po Melingona, وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. Melingona jashtë, Melingonat e tjera të shpërndara, po kryjnë punë, funksione, detyra, dhe kje pa të arë Sulejmani me ushtri me kualë, rap. Dhe kje për thret Melingona të ju Melingona,
Gutën me shpejtësi, hini mrena në për shtëpia të juve, se vjen Sulejmani që tash të ardhësh me kuaj e ju shkel e laf se ban. Se më rrasheq, që më shkel me ligonër. Ama Sulejmani niti la ilahe illallah dhe kuptaj, فتبسم ضاحكا من قولها dhe që bëzqeshe Sulemani prej fjales të sajna. Ma poshtë të cek tërgimin e pubzës. Surat e Nemel, shumë interesant surat e Nemel. E pasaj që ke pubzë që hupë Sulemani dhe tha, wa kale ma lije la aral hudhuda, që s'peshon e pubzë, ka shikumeta jo. Kjo pubzë bëshkak pastaj që me arë mbretëresha Belkis prej Jemenit në të Betul Maqdis në Palestinë atje, më shtrin e vetë, edhe më pranu Islamin, edhe pastaj më bëhe dhe grua Suleimanit. E këto është përdor, Bismillahirrahmanirrahim. Dhe është i vetmi ajet koranor, që është brenda në Koran, i përshkruar, i cekur, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim është në fillim të sureve. Ta në ulemat kanë diskutuar, a është ajet i veçant, a ka ardhë përminda suret, a ka ardhë me fillu çdo sure me te, e që është një farmendime ati një farloj divergjence mes Imam Shafiut në njërën anë dhe mes imamave të tjerë, ulemave të në anën tjetër. Por të gjitha e konsenzus se të vetëm në vend, më renda në Koran, i përmendur Bismillahirrahmanirrahim është në surët e Nemel, ku e përmen Sulemani a.s. Dhe si e tilë kësderohet, i pari që në ka cekë Zotin neve. Tani ka përmen më herët Musa, më herët Ibrahimi, më herët Nuhu, më herët Adem a.s. Ne nuk jem dhana, Allahu alem. Por këte ka cekë Zoti. Po, Allahu alem. Presim telefonatën e fundit për sonte. Selamun aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, e kam një pyetje për hoxhën, deshta me pyet, edhe ma sakt me sqaru një gjatë, se i kam do shok që pretendojnë edhe thojnë se nata nuk ka ispat, edhe natën nuk ban me i prej thojt. Unë për vetje e di që ashtu nuk është e sakt, po deshta diçka ma sakt me dit prej hoxhës, se besoj që edhin ma mirë ka kjo pjesë. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Këto e në dy sene. Natën e mirë. Natën e mirë. Nata nuk ka ispat, dhe me prethejtjen dy senet të ndryshme, po i përzin, i bashkojnë apo i gërshotojnë njerëzit. Nata nuk ka ispat, e përdor popullin një fjalë të urë, të vjetër, që deri diku ka kuptim kjo, nuk ka ispat nata, nuk je sigur të natën, andaj me si lethmin me dalë natën mund të gjonë diçka djallin e mund të gjonë nato kjo. Rësira më shef gjithë shka. Nato është. Në anën tjetër, pejgamberi me hadith, sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë, kur do më përëndu djeli, para se më përëndu, para se më të rru, shtini fëmijët më rana, mbëllni dyrt, i shtëpive, të borrit, sepse në qatë kohë shejtanet shpërndahen shejtanet dhe i marrin detyrat e veta. Per atë me këshyr tash nga kuptimi apo frytet apo pasojat e këtij veprimi. S'po di ç'më shpreh më mirë. A ma shumë ndodhin krime natën a ditën? Shumica e krimeve të mëdha ndodhin natën. Tanë ditë njerëzit ka që rrinë në për kafe, të ditën punojnë. Për rrallë ndëgjon që ditën ka ndodhur një vrasje diçka në për kafe. Natën, në kafet e natës, rrallë natë ka. Janë të pakta të net që shpëtojnë pa ndodhë incidente mes njerëzve, e që është një për dëshmive se shejton që janë prezent aty. Shejton të natën shpërndahen më shumë. Andaj, shtini e vlad mëranda, pejgamberi pa thëtë sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa që është e prerjes e thëjve, kjo s'ka të bëj as me natë, as me ditë. Veç me rësirë, se më nëshme prej gjishtë. S'ka të bëj. Thëjt prej kur të dush. Ne kemi zanë këte, më s'ka marak, më s'ki marak tja, pa ta shok të tu, se ne
e kemi zanë një kohë kur nuk na leshin me i prethet mas perëndimit të diellit. Thëshin jo nuk bën. Ju s'bën, jo nuk bën. Amen të billah, kam besu Zotin hak. Por në fakt, ndoshta, këto janë pjesë e bestëtnive të përcjellura nga koha pagane, kur kanë qenë shqiptarët pagan. Ndoshta, sot e di, ama fetarisht nuk ka të kohë të ndaluar njeriu për të prerë thejt. Nuk ka kohë të ndaluar. Për pas 10 ditë të Dhul-Hijjes, apo që është me kërëmi prej jo ndaluar, ndërsa ndaluara kur jeni haram. Vetëm kur jeni haram, pasi ta bësh njet haxhin apo umrën, derisa të lirohesh, që këta e dinë të haxhit dhe ata që shkojnë umre, nuk bën me i prej thejt. I prejve thejt, do të sadaka. Do të sadaka. Madje, nëse e prejnë thejt e 2 duarve, do të një kurban me prejnë si bas një mendimit, të ulemave. Nëse jeni haram. Dërsa nëse habiti që prej një thua për 2, do të me dhonë sadaka. Se këtë ndaluar. Shkak i haramit, jo shkak kohë, jo nata e dita, për shkak i haramit. Për ndryshe, nata e ditën s'ka dert. Po. Profesor, Allah të shpërblet. Edhe juve. Allah të nderoft. Të dashur shikues, ju falenderojmë gjithëve që ndatë kohën me qenë bashkë me neve. Inshallah takohemi prapë të martën tjetër. Mirëmbëjtje.